Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Presheva. Ndjekim së bashku titull kryesor të këtij edicioni. Së shpejti organizata jo qeveritare kërko të drejtën tënde. BDI nuk ka përgjigje për formimin e qeverisë së re. Mbahen gara në rrëshqitje në Corotic. Luginës së Preshevës i shtohet edhe një organizatë e re jo qeveritare që ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Kërko të drejtën tënde është organizatë jo profitabile me punë vullnetare të rinjve të diplomuar në ndihmë dhe dobi të qytetarëve të komunës sonë. Kërko të drejtën tënde është kjo organizata jo qeveritare e cila së shpejti pritet të jetë pjesë e Luginës së Preshevës. Kërko të drejtën tënde është organizatë jo profitabile me punë vullnetare të rinjve të diplomuar në ndihmë dhe dobi të qytetarëve të komunës sonë. Adi Bajrami, i riu nga Presheva, i cili ka mbaruar shkencat kompjuterike, duke parë gjendje në komunën tonë, ka vendosur të punojë rreth hapjes së një organizate jo qeveritare, e cila ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Iniciativa për organizatën për drejtat e njerëzve është e jemja, dhe me thonë me konsultimet e shumëta që kum pas edhe me shok, kolegë, familjar, duke e parë gjendjen e keqe që po mbizotron këtu në Luginë Preshevës, duke i parë të ri që sa më shumë po largohen jashtë vendlindjes, ndoshta për një jetë më të sigurt, më të mirë për ata. Unë po shoh të arsyeshme me hap një organizatë, jo pse nuk ka pas organizata për drejtat e njerëzve këtu, po ndoshta pse ata nuk i kanë konsultu bashkë gjitha ato që unë po du me marrë me tashe ditëve të ardhshme. Organizata njihet me emrin Kërko të drejtat tuaja, ose në anglisht Search for your human rights, edhe kështu që besoj që do t'ja vleje. Sipas themeluesit të kësaj organizate, gjithë të rinj të cilët duan të kyqen janë të mirë se ardhur për të bashkëpunuar së bashku. Po ashtu, gjatë emisionit të paraditës në Radio Televizionin Presheva, ai ka kërkuar bashkëpunim dhe mirëkuptim nga politikanët e Luginës së Preshevës. Sigurisht si organizat kemi nevojë për përkraje. Besoj që këtë javë ta caktojmë një takim edhe me kryetarin e komunës, zotëri Shqipëri Marifit, ku shpresoj dhe besoj që do të marrim mbështetje edhe nga ai. Do të bëjmë një takim edhe me zonjën Ardita Sinani, kryetarën e kuvendit, e cila njerit është edhe një shembull ideal për gruan, ku tregon se një grua, një femne mundot me hyrë në politik edhe përmes politikës me ndiku diçka të mirë për vendin, për Luginën, për vendin e vet. Mos të harroj edhe nën kryetarin Xhelan Mehmeti, nga i cili edhe kemi marrë mbështetje, edhe besoj që do të marrim mbështetje edhe në tarmën. Për çdo padrejtësi të tyre, qytetarët do ta kenë një adresë ku do të mund të shprehin pakënaqësitë e tyre ndaj çdo institucioni. Si fillim, kësaj organizati u është ofruar mbështetje nga Kosova, Shqipëria dhe Austria. Na nuk po kërkojmë diçka shumë të madhe, se dihet që ndoshta edhe shumë vite na duan për të arritur aty, po të paktën të sigurojmë drejtën e arsimit, ku unë si student kum pas probleme më shkollu këtu, me që s'kemi pas universitet, edhe u dash pa tjetër me shku në Maqedoni, dikush shko në Kosovë, dikush në Shqipëri. Sigurisht nuk do të mungojnë edhe bashkëpunimet me organizata tjera? Besoj që do të bashkëpunojmë edhe me organizata tjera. Njerit kemi mbështetje edhe nga zonja Adriana Kelmendi, e cila jeton dhe bashkëvepron në Austri. Kemi marrë mbështetje edhe prej Shqipërisë, Tiranës, ku aty është një qendër për drejtat e fëmijëve me drejtorin Altin Azizaj, dhe shpresojmë që të marrim takime edhe në Tiranë, sepse jemi të ri dhe kemi nevojë për shumësime. Adi Bajrami më të ishton se së bashku me shokë e shoqe do të mundohemi të organizojmë projekte e seminare të ndryshme, ku një jurist i të diplomuar do të jepet rasti të ligjërojë brenda një klase të mbushur me të rinj. Po ashtu do të luftojmë për çdo të drejtë të fëmijëve, kundër korrupsionit, në ndihmë të skamnorëve dhe çdo gjë tjetër që na largon nga urrejtja e madhe, ka përfunduar kështu Adi Bajrami.
Pavarësisht ofertave dhe konfirmimit se partitë maqedonase kanë rënë dakord në parim për plotësimin e kërkesave të shqiptarëve, Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur pak minuta para përfundimit të afatit ligjor për dorëzimin e përbërjes së re qeveritare nga fituesi. Nikola Gruevski se nuk mund të ketë një përgjigje pasi nuk kanë mbaruar debatet dhe konsultimet. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim thanë se është e rëndësishme që të sillet një vendim i drejtë pavarësisht skadimit të kohës. VMRO e Nikola Gruevski ka njoftuar se zgjedhjet janë vendim i pjekur. Ata thonë se dikush nuk dëshiron të respektohet vullneti i qytetarëve dhe kjo do të nënkuptonte një fazë të pasigurt për shtetin. Mandati i kryeministit Nikola Gruevski për të formuar edhe një herë qeverinë ka përfunduar. Pak minuta para përfundimit të afatit ligjor, përgjigjja nga Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit ka qenë se duhet më shumë kohë për një vendim se cila do të ishte zgjidhja më e mirë, Gruevski apo majtisti Zoran Zaev. Përgjigjja u përgatit 12 orë pasi ofertat dhe kërkesat ishin të ndryshme dhe vendimet tek shqiptarët të morën pas disa ditësh diskutime të gjata. Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë e hapur për çdo diskutim në ditët në vijim, por kjo nuk është saktuar pasi tani procedurat kanë ndryshuar. Siç e dini, Bashkimi Demokratik për Integrim prej para disa javë ka filluar një proces të gjerë gjithëpërfshirës konsultativ për debatuar mbi 5 opsione të cilët i kemi shtruar si të mundshme, si epilog për këtë situatë në të cilën jemi pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Debati, thash, ka qenë konstruktiv, gjithëpërfshirës, janë diskutuar antarët e partisë të gjitha forumeve, gjitha niveleve, por natyrisht edhe miqtë tanë jashtë Bashkimit Demokratik për Integrim, por pse jo edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Ka disa ditë që edhe në kuadër të kryesisë qendrore po debatohen të gjitha argumentet pro dhe kundër opsioneve të cilët i kemi shtruar si të mundshme dhe përsëri do të them debati konstruktiv dhe ajo çfarë mund të them për këtë moment është se në mënyrë unanime kemi konstatuar se ende nuk janë shterur argumentet nga ky debat dhe se nuk kemi për momentin argumente të mjaftueshme për të përcaktuar për njërin nga 5 opsionet të cilët i kemi shtruar në tavolinë, ashtu që do të vazhdojnë debatet dhe konsultimet edhe në ditët në vijim. Partia e Gruevskit, pas diskutimeve të kryesisë së partisë dhe pritjeve brenda, Selis ka njoftuar me shkrim se kjo parti beson se koalicioni qeveritar do duhet të zgjidhte krizën dhe jo ta thellojë atë. Zgjedhjet janë sërish zgjidhja më e mirë për VMRO. Nuk është e qartë nëse mandati do t'i kalojë partisë së dytë. Vazhdoj me lajmet, këtë vikend në Corotic janë mbajtur gara në rrëshqitje me saja dhe ski. Pas një gare interesante janë shpallur edhe fituesit e 3 kategorive. Ndjekë materialin në vazhdim. Po bëjmë provat para se të nisë gara rrëshqitjes me saja dhe ski në pistën e Kodrës së Coroticës. Kandidatët janë të shumt që do të sfidojnë njëri tjetrin, por pjesë e kësaj gare kanë qenë edhe daullet dhe atmosfera ishte edhe më interesante, e ku nuk munguan as qytetarët, por as flamuri kombëtar, bashkë me atë amerikan. Pasi u konstatua se gjithçka ishte në rregull, organizatorët kanë filluar garat në rrëshqitje, ku janë përfshi 3 kategori të vogël, të mesëm dhe të rritur, duke mos anashkaluar edhe gjinin femërore. Garuesit ishin gati për të relaksuar në këtë garë interesante. Por disa ishin pa fat dhe nuk arritën deri në cak, e disa edhe u rrokullisën, por për fat të mirë kaluan pa lëndime. Organizatori Sedat Rexhepi ka thënë se garat janë zhvilluar për 3 nivele. Por Corotica po mendon që këtë vend ta shndrojë në qendër turistike. Me numrin e personave jemi të kënaqur shumë. I falenderoj gjithëve që kanë marrë pjesë, ashtu edhe juve, stafit të Adel Preshevës që keni marrë pjesë. Këtu prihet bëhet një si për me hec me lift, për mos me hec skiatorët ose me saja me hec në kom, po vetëm se me hecën me lift e nalt. A ka pas një të lënduar gjatë pjesëmarrjes nga? Jo, momentalisht nuk ka pas asnjë. Edhe shpresoj që edhe dini në fund që s'do të kemi, ja. Në kategorinë me saja për të rritur, fituesi janë shpallur vendi i parë Enis Iljazi, vendi i dytë Arben Fezullau,
dhe vendi i tretë Samir Rahimi. Është kënaqësi të marrim pjesë në garat që po bëhen në Corroticë, po argëtohemi me daulle, vallëzime. Shpresoj që do të marrë një vend. Po kaloj mirë këto në gara, supera, po kënaqshmi vallëzim, daulle. Çish po ndini këto që domethënë po arrini me skiate, me saj? Super, kënaqësi e madhe. A mendon se ta merrni një vend sot? Se din kismet. Kategoria për të vegjlit, fitues janë shpallur vendi i parë Hakin Eziri, vendi i dytë Alkam Ademi dhe vendi i tretë Omer Veseli. Në kategorinë mesaja për vajza, fituese janë shpallur vendi i parë Fatime Mehmeti, vendi i dytë Shezia Hasani dhe vendi i tretë Pranvera Kadriu. Në kategorinë me ski për moshën e mesme, fitues janë shpallur vendi i parë Almedin Zeneli, vendi i dytë Bajram Zymberi dhe vendi i tretë Agon Hyseni. Në kategorinë me ski për moshën e rritur, fitues janë shpallur vendi i parë Amir Fezullahu, vendi i dytë Argjend Hasani dhe vendi i tretë Ermal Rahimi. Për fituesit janë ndarë edhe çmime, ndërsa këto ishin garat e dyta në Corroticë, ku adhuruese sportit dimror kanë sfiduar njëri tjetrin. Një familje 3 antarëshe, sipas statistikave të fundit të vitit 2016 nga Enti Republikan për Statistika, posedon 696 dinar, gjithsesi një njeri 232 dinar në ditë. Mesatarisht në Serbi një qytetari saj ka në dispozicion vetëm 232 dinar për ushqim dhe pije, gjithsesi 1.9 euro në ditë. Një familje 3 antarëshe, sipas statistikave të fundit vitit 2016, mesatarisht sipas të hollave që marrin posedon 696 dinar për ushqim dhe lëngje, gjithsesi një njeri 232 dinar në ditë. Sipas këtyre statistikave, vetëm Bosnia dhe Shqipëria gjenden më poshtë se Serbia nga të gjitha shtetet në Evropë. Ju njohim në vazhdim me zhvillimet tjera të ditës nga rajoni. Deklarata e presidentit Thaçi në intervistë me Deutsche Welle se Serbia po armatos serbët në veri të Kosovës ka ngritur tension në Beograd. Presidenti tha se Serbia po përgatit në veri të Kosovës një skenar të ngjashëm me atë të Krimes dhe se në veri ja futur persona të armatosur civil dhe të uniformuar. Autoritetet serbe ende nuk kanë reaguar ndaj pohimeve se Serbia po përpiqet të provokojë konflikte të armatosura, me qëllim që mendimin e Rusisë të ndajë veriun e Kosovës. Mendoj se këto deklarata mund të interpretohen si përpjekje Hashim Thaçit, që të vendos një lloj balanci të forcave, thot për Deutsche Welle analisti Aleksandar Radić. Qëllimi është që të dëshmohet se në veri askush nuk është i pafajshëm, sepse atje ka ndërhyrë Rosu dhe ka persona serb të armatosur. Sipas motos, policia e Kosovës ka ndërhyrë, por atje ka dhe forca serbe të armatosura. Kur flitet për ndarjen e Kosovës, atëherë duhet të kujtojmë të gjitha zhvillimet e viteve 90 në hapësirat e ish-Jugosllavisë, pohon Aleksandar Radić. Nëse flasim për gjendjen në Kosovë, mendoj se nuk është e mundur që me dhunë të vendoset ndonjë akt i kryer. Një gjë të tillë mund të ndodhë vetëm nëse arrihet ndonjë marrëveshje sekrete mes Beogradit dhe Prishtinës. Nuk mendoj se ka ndonjë rrugë tjetër për realizimin e kësaj ideje. Askush nuk është i paprekshëm, atje as organizatat jo qeveritare të financuara nga Soros. Nevojitet të ketë rregulla të barabarta dhe rend të funksionimit të sektorit jo qeveritar, kurse institucionet patjetër të lihen pa pengesë të veprojnë dhe të punojnë punën e tyre, kështu për Dnevnik është shprehur Ministrja e Punëve të Brendshme dhe Zyrtare OBRM PDUKM Gordana Jankulovska për Cell Telegrafi Maqedoni. Shoqëria civile dhe funksionimi i sektorit jo qeveritar është e një rëndësie të madhe për zhvillim dhe funksionimin e demokracisë. OJQ në një shoqëri mund të jenë korrigjuese të institucioneve dhe të imponojnë tema që janë të rëndësishme për qytetarët. Megjithatë, vlerën shoqërore që e kanë organizatat jo qeveritare nuk mund të jenë paravan për shkatërim dhe ndërrim të dhunshëm të pushtetit të zgjedhur në mënyrë demokratike. Për fat të keq, tek ne kjo është ndodhur. Rjeti OJQ-ve i financuar nga Sorosi është ndruar në monopol me dominimin e vet financiar, duke u nxjerrë në skenë organizatat jo qeveritare që kishin qëndrime më të ndryshme se qëndrimet e tyre. Në lidhje me rastin Tanku të PSP-s, ajo kategorisht mohon se ka marrë pjesë në blerjen e Mercedesit të blinduar prej 60.000 euro dhe thot se shërbimet e MBP-s kanë qenë të angazhuar për blerjen publike në mënyrë profesionale e kanë kryer punën.
Ministrit të punëve së qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin i është ndaluar hyrja në territorin e Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Telegrafin Bashmir Xhemaj, këshilltar politik i ministrit Enver Hoxhaj. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ja ka ndaluar hyrjen në Kosovë Aleksandar Vulinit, e cila ishte parapritur ndodhte sot, ka thënë Xhemaj. Vulin kishte paralajmëruar për sot ardhjen e tij për vizitë në Kosovë. Të shohim se cilat ishin temperaturat e ditës së sotme dhe çfarë parashikojnë meteorologët për ditën e nesërme. Në këtë edicion ndoqët. Së shpejti organizata jo qeveritare kërko të drejtën tënde. BDI nuk ka përgjigje për formimin e qeverisë së re. Mbahen gara në rrëshqitje në Corotic. Dhe ishin këto të gjitha informacionet që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju njoftojmë se në ora 20 mund të ndiqni emisionin Studio e Hapur. Dhe këtu kemi përfunduar gjithçka. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru pafshim.